Matteo nuk përmbahet, thumboi publikisht produksionin por më pas fshiu postimin. Fitoria e Big Brother VIP Albania 5 nga Selini dhe renditja e Mirit në vend të dytë është pasuar me shumë reagime, por këtë herë në qendër të vëmendjes ka qenë vetë Matteo dhe mesazhi i tij ka një theks të fortë: kërkesë për drejtësi. Përmes një postimi në Instagram, të cilin e fshiu vetëm pak minuta më vonë, Matteo reagoi i revoltuar, duke hedhur dyshime serioze mbi mënyrën se si u vendos fituesi i këtij edicioni. Ai la të kuptohet se rezultati nuk pasqyron vullnetin real të publikut dhe se vota e tyre mund të jetë shpërfillur. Kur drejtësia në televizion e bëhet sipas interesave dhe jo sipas meritës, atëherë çdo votë e publikut humbet vlerën. Publiku mbështet, voton, investon emocion, por në fund rezultati deli paracaktuar, shkroi Matteo në Instastory. Edhe pse postimi u fshi shpejt, qëndrimi i tij mbetet i fortë dhe i qartë. Në një garë të tillë, drejtësia dhe transparenca duhet të jenë mbi gjithçka. Reagimi i tij nuk shihet vetëm si një moment nervozizmi, por si një thirrje për të respektuar votën dhe besimin e publikut. Për shumë mbështetës, Matteo nuk po flet thjesht për veten, por për një parim më të madh, që meritokracia të mos zëvendësohet nga interesa të fshehta dhe që çdo votë të ketë peshën që meriton. Sepse në fund, nuk bëhet fjalë vetëm për një fitues, por për besimin e publikut. Dhe kur ky besim vihet në dyshim, lind një pyetje e madhe: apo respektohet vërtet drejtësia në një nga formatet më të ndjekura?